Personalisht, nuk kam vuajtur kurrë nga veprimet e Esat Pashës. Ai nuk më ka kërcënuar, vrarë apo burgosur ndonjë nga pjesëtarët e familjes. Ai nuk i ka marrë asnjë lloj pasurie familjes sime. Por Shqipëria, zoti kryetar, ka vuajtur shumë nga ky tradhtar i ndyrë. Dhe në këtë pikë vështrim, unë e urrej. Familja ime e urren, të gjithë shqiptarët e urrejnë. E vrava në emër të gjithë shqiptarëve, bëra detyrën e patriotit. Çan kesa keni kundër tij? Me 3 fjalë përmblidhet vepra e tij: përçarje, tradhti, shitje. Shitje e interesave të dheut në favorin e tij personal dhe të fuqive të huaja që kanë synime grabitjare për territorin e Shqipërisë. Konkretisht i pandehur. Ka luftuar bashkimin kombëtar, duke dashur që të krijojë përshtypjen se ne shqiptarët nuk jemi të zot për vetë qeverisje. Si rezultat i kësaj, fuqitë e mëdha dërguan në Shqipëri një princ të huaj, i cili për shpërblim e zgjodhi Esat Pashën ministër lufte. Të gjithëve u hynë të në punë ky faqezi. Vetëm atë të tij ja kishte me të pabesë. Protestoj, zoti kryetar. Protestoj që të pandehurit i jepet mundësia të nxjë figurën e Esat Pash Toptanit. Figurën e tij Esat Pasha e ka nxjerrë vetë. Unë i jap mundësi gjyqit ta shoh. Qetësi, ne sot zhvillojmë gjyqin tuaj i pandehur. Gabojeni, zoti prokuror. Do ta kuptoni edhe vetë se ky ka përcjell gjyqi i Esat Pash Toptanit. Edhe kam besim se zotëri gjyqtar do të binden se ai e meriton dënimin e vdekje që populli ynë ja ka dhënë dhe dora ime e ekzekutoi. qetësi, i pandehur, ndalojeni të bëni debat. Dënimin që i ka dhënë populli. E dëgjuar. Kjo dëshmon qartë se krimi është kryer me paramendim. Përgjigjuni. Mbetem i patundur në ato që kam thënë edhe në etusi. Nuk e kam vrarë me paramendim. Cili pra është qëllimi i ardhjes tuaj në Paris? Për të ndjekur një kurs pedagogjie dhe për të perfeksionuar frëngjishten. Ju në Paris keni arritur ditën e fundit të majit, kur të gjitha kurset janë mbyllur. Në Paris ka kurse private në çdo stin të vitit. Ju në vendin tuaj keni ushtruar profesionin e mësuesit. Përse gjithë ky zell i tepër për të mësuar akoma pedagogji? Juve zoti kryetar deklaruat se nuk e njihnit historinë e Shqipërisë. Atëherë më lejoni t'ju them se sikur ta njihnit, do të bindeshit se populli